Zëdhënësi policisë rajonale në Prizren Togeri Shaqir Betyqi tregon se është nxirë trupi pa jetë i turistit amerikan rreth 24 vjeçar, i cili vdiq pas një vet aksidenti me motociklet 4 rrotëshe në Prevall, sqaron ai për televizionin Besa. Ai ka bërë se vendën në ngjarje janë angazhuar njësitë të ndryshme policore në koordinim të plot, përfshirë komandantin e stacionit policor në Prizren dhe njësinë rajonale të trafikut. Në vend të ngjarje në mënyrë të koordinuar dhe me angazhim të përbashkët kanë marrë pjesë dhe kanë ofruar ndihmë njësitë të ndryshme policore, përfshirë komandantin e stacionit policor në Prizren dhe njësinë rajonale të trafikut. Gjithashtu në operacion kanë kontribuar zjarfikësit, ekipet e emergjencës mjekësore, si dhe vullnetar, motoristët me ATV, të cilët kanë ndihmuar në mënyrë aktive në nxirjen e trupit. Betyqi ka theksuar se në konsultim me prokurorin do të ndërmirën veprimet e tjera hetimore në përputhje me procedurat ligjore në fuqi. Ndërto me prodhime vendore.